Territori shqiptar për datën 11 prill 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme me vranësira të dendura dhe reshje shiu në disa zona, kryesisht në juglindje. Paraditja do të jetë kryesisht e vranët në të gjithë territorin, ndërsa në zonat juglindore priten reshje shiu. Pasditja vijon me vranësira dhe intervale të shkurtra kthjellimesh. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 5 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 20 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 3 deri në 5 orë me diell. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 3 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë mesatar rreth 4. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:01, ndërsa perëndimi rreth orës 19:23 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 9 deri në 20 gradë Celsius, Kukës 8 deri në 16 gradë Celsius, Peshkopi 8 deri në 15 gradë Celsius, Tiranë 12 deri në 19 gradë Celsius, Durrës 13 deri në 19 gradë Celsius, Kavaj 11 deri në 18 gradë Celsius, Elbasan 10 deri në 20 gradë Celsius, Berat 12 deri në 19 gradë Celsius, Korç 5 deri në 14 gradë Celsius, Vlorë 14 deri në 19 gradë Celsius, Gjirokastër 11 deri në 18 gradë Celsius, Sarandë 12 deri në 19 gradë Celsius,